Edhe une, sot si hoq, edhe ti si bab, edhe ti si xhamatli. Bëhesh sebeb që djali jot me fal namazin. Bëhesh sebeb që ti fëmia jot me mësu elhamdulillah. Ti ja mëson. Nuk e qënë të hoxha, për thu birë jem ka dal. A ke nisë me mësu për mend çpo? Hajde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala dhalin amin. Hajde edhe njerë, hajde edhe njerë. 10 herë, 20 herë. Deri sa djali thot, ka dalë bab, se më duket e mësova. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wala dhalin amin. Mashallah. A e mësove po. Kreti jetën e vetë, që ai ka mu falë. Andit janë 5 vakte namaz. Veç farze, janë sa reqate. 17 reqate. Veç farze. 17 reqate, dhe më thonë 17 herë ka me lizu elhamdulillah. Shtoja edhe sunetit 12, sa po bon? 29. Shtoja edhe vitrin 3, sa po bon? 31. 31 herë në ditë ka me lizu elhamdulillah. Po me falë pak ma shumë, po mjafton kjo. Do 31 herë se cili pineve e lexon elhamdulillah në Fatiha gjatë ditës. Nëse ti ja ke mësu fëmijës tanë elhamdulillah, ti për çdo ditë ka 31 herë merr sevapin e namazit fëmijës tanë. Do të janë 2 sene. E para mësoj elhamdulillah ti vetë fëmijës tanë, jo hoxhat ja mësoj ti marrë ai sevapet, po ti si bab, ti si non. Mësoj elhamdulillah fëmijës tanë. Edhe e dyta, mësoja rëndësinë e namazit. Edhe të regoj se pa namaz nuk ka islam. Si të hijen në vetë dije, ti kuptoj e gjonat, i ban 7 vjetë, i mëson namazit. I ban 10 vjetë, e frikson për namazit. I ban 15 vjetë, i të regon se ka detyrë dhe obligim mu falë, edhe masoneti për çdo ditë ka 31 sevap të madh të leximit elhamdulillah i shtin xhep hiç pa ulof. Pa më do me kon pare këto, sa lezet në kishtë ardhë. 30 euro me kon, 30 euro me kon ditë, me t'i dhonë e vladi, hiq pa punoti, 30 euro me kon. 30 euro, herë 30 ditë, sa po bojnë? 900 euro. Ti kështë thonë, unë e kam punë më rëtë. Kjo kur gjonë së është thonë, se 31 herë lezimi Fatihas, nuk është 30 euro. As 30.000 euro, as 300.000, as 33 milion, as 30 milion, është miliarda. A kuptoni ko është dalimi se ti mu falë vetë është sevap i madhë. Ama mu bo sebep mu falë fëmija jotë është sevap edhe ma i madhë. E na ku jesim të e parja, na falëmi për veti, ama nuk insistojmë të falët fëmija jonë. E ta sevap e kime fitu, ama shumë pak, krasim ma që mund është me fitu. Ti falësh për vete, ama nuk insistojnë gruja jote mu falë. Ti sevap e fiton, ama e hup një sevap madhë. Ti falësh, ama shoku jetë nuk insiston të mu falë. Ti ki shok 10 vjetë, 15 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë. Ti falësh, a i s'falët. Edhe nuk të pengon kjo punë, ti hiqë. A është kjo normal? Nuk është normal. Se ti hup, normal, a i hup ma shumë se ti. Ama dhe ti hup. Para me do ti mu bo sebep. Pytje, vetë vetës edhe juve. Për sa vete e një bo sebep ju mu bo hidajet, me fillu mu falë? A ka dikush për neve statistikë? Nuk e dim na, pse se na nuk i kena gajle, as qëllim. Mu bo sebep për mi udhëzu shok të familjen, na nuk i për veti, mazve mos i folë për fese, ta këthen, ta bon bajat, masën e idhnomi. Jo, bre, ani ta këthen bajat një herë, s'ke pse me idhnuti, të e fiton sevapin. Allahu neve në Kur'an në ka urdhnu me u amësu njerëzve të mirën, me i thirë njerëzit ka e mira. Ata, nëse silën mirë, fitojmë na dhe ata, nëse silën keq, ata hupin na, kur qës hupin. Edhe në histori islame, kem pas plot raste, që edhe pejgamberët e Allahut i kanë fy, i kanë ofendu, i kanë refuzu, i kanë kundërshtu, i kanë rre, i kanë burgos, i kanë vra. Ama ata s'janë nalë. Nuk janë nalë. Kanë vazhdu.
S'ka lidhje, nëse më kushton me jetë, nëse më kushtoj, ja mas nana. Po edhe mas pejgamberëve Zotit, kena pas na musliman të devotshëm, që i kanë thirrë njerëzin të fe, ata i kanë tallë, i kanë fy, i kanë, për shembull, u kanë dhënë alkoolin në trup atyve. Kish ku kemi thonë, mani be se musliman si ka hije me pi alkool, ato kanë marrë shishën alkoolit, kanë përly me alkool, me të nënçmu. Ka thonë tamam. Kjo te Allahu çka kemi bë. Allahu çka kemi thonë nesër. E kam pështy. Ka thonë tamam, kjo ma ke thonë mua, më ke ofendu. S'ka gale. Allahu çfarë përgjigje kemi thonë. Me insistue, mos më dorëzu, as mos më idhnu. Hani se ata neve na ofendojnë, hani se ata na përqeshin, hani se na tallin, na do vazhdojmë mi fol njerëzve për namazin.